kandidatëve të Partisë Socialiste. Patronazhimi është fenomeni më negativ i prodhuar nga Partia Socialiste në këto zgjedhje të fundit. Pavarësisht denoncimeve që Partia Demokratike ka bërë, apo pavarësisht ngritjes së shqetësimit në të gjitha raportet e OSBE-ODIR-it të zgjedhjeve të fundit të 2023-2021, pavarësisht rezolutave të shumta që ngrihen në lidhje me shqetësimet, edhe rezoluta e fundit e miratuar nga PPE-ja, në lidhje me keqpërdorimin e administratës publike, keqpërdorimin e mësuesve, apo me keqpërdorimin e nënpunësve civil dhe shumë fenomene të tjera negative, Partia Socialiste dhe Edi Rama vazhdojnë njëjtë me shkelje mbas shkeljes të përditshme. I bëjmë thirrje çdo nënpunësi të administratës publike, i bëjmë thirrje çdo mësuesi, çdo drejtori i shkolle në arsimin parauniversitar, që të mos bëj pjesë në krimet zgjedhore, të largohet nga sistemi i patronazhimit të mësuesve, të largohet nga sistemi i patronazhimit të votuesve. Çdo kush që kryen krime zgjedhore do përballet me drejtësinë. Ajo që unë dua t'i kërkoj nënpunësve të ndershëm, të mos bëjmë patronazhimin, të mos bëjmë krime zgjedhore. Neve nuk kemi asgjë me nënpunësit e ndershëm. Kjo është e rëndësishme për ta theksuar. Çdo kush që bën detyrën në bazë të ligjit të nënpunësit civil do respektohet edhe në pushtetin dhe në qeverisjen e Partisë Demokratike. Po kushdo mësues, kushdo drejtor shkolle, kushdo nënpunës civil, kushdo drejtues në administratën publike, që përfshihet në krime zgjedhore duke bërë patronazhizmin, duke dhënë shërbime publike që i takojnë me ligj dhe me kushtetutë qytetarëve, kundrejt votave për Partinë Socialiste, kushdo që kërcënon, kushdo që shantazhon, kushdo që kontrollon votën e qytetarëve, do përballet me drejtsinë herët avon.